tjetër episod të Student Stars, se në fakt ky episod ndoshta është pak më i veçantë se sa episodet e tjera të këtij podcasti, sepse mbart emocionet jo vetëm të qenit moderatore, por edhe të qenit presidente e Këshillit Studentar. Të qenit presidente e Këshillit Studentar është ndoshta mund ta quaj rrugtimi më i bukur që kam pasur gjatë të qenit studente, të qenit një person i ri që studion dhe ka qenë një rrugtim i mbushur me përgjegjësi, por mbi të gjitha ka qenë një rrugtim në të cilin ti kupton shumë se çdo të thot forca rinore. Dhe në këto kushte, kur mandatit tim 2 vjeçar po i vjen fundi, kam kënaqësinë që t'ju them se është hapur thirrja për të bërë pjesë e Këshillit Studentar dhe ju ftoj të gjithëve që të aplikoni, të kandidoni dhe mbi të gjitha të shpallosni platformat tuaja dhe ta shikoni si një mundësi që mund të rriteni. Unë ndërkohë jam shumë falenderuese për të gjithë mbështetjen tuaj, për të gjitha ato fjalë të ngrohta, për të gjithë suportin që keni shfaqur, e mbi të gjitha jam falenderuese drejtuesve të universitetit për bashkëpunimin dhe të gjitha mundësitë që u kanë ofruar studentëve të rinjve për të zhvilluar dhe për të qenë aktiv në jetën akademike. Dhe pa humbur kohë, duke patur edhe kënaqësinë që i bashkohen mendësisë se vetëm ku ka të rinj, ka shpirt, ka shpresë, ka dritë për një komp, kam kënaqësinë të kem të ftuar një student i cili do të jetë besoj pasardhës të imi si antar i Këshillit Studentar, e duke besuar shumë te trashëginia që të rinjt janë zëri vetëm i një kombi. Oresti Berberi, Oresti përshëndetje. Përshëndetje Kamila. Oresti, në fakt unë thash pasardhës sepse vërtet për çfarë pikpamjesh ke besoj që do bëhesh pjesë e Këshillit Studentar dhe studentët do të vot besojnë. Por mendoj që edhe pasardhës për sa i përket programit tënd të studimit. Besoj se po, domethënë. Kështu që për ta nisur këtu, presim prezantim tënd të shkurtër për gjithë studentët që po të ndjekin në këto momente. Kush është Oresti? Shiko, Oresti është themi në qytetin e Durrësit si shumë të rinj të tjerë, por me një veçanti apo një pikpamje pak më ndryshe nga ato se çfarë shohim apo se nga ato çfarë jetojmë. Këto përdi ti jetosh në qytet si Durrësi apo të tjerë studenti UAMD-s, si sot që kam zgjedhur të jem po student UAMD-s në momentin që mbarova gjimnazin apo to provimet e maturës, ankthjet dhe stresit. Zgjodha pikërisht UAMD-n. Përpara se të futesh atë UAMD, edhe pse kur isha në gjimnaz, kisha një angazhim timin personal, në të cilin ishte angazhimi mediatik, publik, networku që pa diskutim kam sot në qytet, miqësit, rrethet, dhe kjo ka bërë që angazhimi dhe aktivizmi politik, mos themi që nuk është, sepse shumica e tyre që më njohin apo më kanë ndjekur, apo edhe për ata që s'më njohin, aktivizmi politik ka qenë pjesë kryesore e imja, ku para se të futesh në UAMD, ishte edhe flitej, dëgjohej lart e poshtë paragjykimi se çfarë ndodhte për këtë pjesë, por realisht në momentin që ti futesh në universitet dhe kupton se çfarë ndodh dhe si funksionon jeta studentore, kupton që ato që dëgjon para se të futesh në universitet, jo vetëm që janë të pavërteta, por janë stereotipe dhe paragjykime. Janë paragjykime të cilat nuk ekzistojnë dhe liria për të shprehur apo liria për të treguar ato, qoftë të bindjen, qoftë aktivizmin tënd, është shumë e madhe. Po, dhe stimulohet, është vërtet. Dhe pa diskutim mbështetet nga pedagogët, dhe nuk është se kam pasur ndonjë pengesë nga ato që më janë treguar në fillim. Dhe ti jesh aktiv në jetën shoqërore, apo në shoqërinë civile, apo në mbështetje të kauzave qytetare, në kauzave të drejta që ndodhin në qytet, ashtu besoj edhe ashtu kam besuar deri sot ato disa parime të cilat çdo njeri duhet i ketë, apo edhe çdo i ri pa diskutim duhet i ketë, më bëjnë që edhe sot në jetën studentore që sapo nisur që është viti i parë, pse jo, për te kauzave shoqërore, aktivizmit politik, zërit mediatik, të mundem dhe të kem mundësinë që edhe zëri rinor, edhe parimet që flasin për të rinjt dhe pa diskutim edhe jeta studentore në UAMD të marrin një rrjedhë e cila të ketë një kthes, themi, 180 gradë në atë që është sot. Oresti, në fakt, për të ndërprerë tu edhe për të shtuar diçka në këtë që the, unë e konsistoj shpesh herë në të gjithë të ftuarit që më vinë, sepse pjesa më e madhe e tyre janë student, që ose evidentojmë në sakt
që shumë prej tyre shprehen në të njëjtën formë dhe e has më shumë ndoshta tek studentët që janë viti i parë, sepse ti je viti i parë i programit të drejtësisë. Veri është të gjithë kanë këtë stereotipin dhe unë vete kam pasur si studente që universiteti përshkruhet si një vend shumë i vështirë. Dhe mendoj që ne na prezantohet një distancë shumë e madhe e të qenit pedagog dhe student. Dhe kur ti bësh pjesë e këtij realiteti, kuptoj që gjërat janë shumë ndryshe. Ti stimulohesh të zhvillohesh, ti stimulohesh që të kesh mendimin tënd, të arsyetosh mendimin tënd, të mbrosh parimet e tua, të kesh parime. Dhe ta them këtë sepse të dy jemi pjesë e Fakultetit të Shkencave Politike e Juridike dhe mendoj që mënyra se si stimulohesh për të zhvilluar, qoftë nga pikpamja akademike, po qoftë edhe nga pikpamja personale, është vërtet një gjë që duhet vlerësuar, jo vetëm te Fakulteti i Shkencave Politike dhe juridike, por edhe në Universitetin e Aleksandër Mesiu të Durrësit. Dhe mendoj që një pikë shumë të fortë, që ndoshta unë e kam thënë, por vazhdoj ta them sepse realisht ashtu është promovimi i studentëve dhe vlerësimi i punës së bërë. Pra universiteti jep realisht, dhe kur flas universiteti flas për UAMD-n, ju jep realisht vend studentëve për të promovuar dhe për të zhvilluar qoftë nga ana akademike, qoftë nga ana profesionale. Dhe ti dhe një gjë shumë të bukur që mua më pëlqeu, të qenit aktiv. Pra të qenit aktivist në të gjitha gjërat që ti beson që janë të drejta. Dhe mendoj që kjo është një benefit sa shoqëror, aq edhe personal, sepse të ndihmon të rjetëzohesh, të zhvillohesh. Pyetja ime duhet të jetë para shumë edhe karakterin, se ti karakteri vështirë, nuk e karakteri thjesht. Pse zgjodhe drejtësinë dhe jo shkencat politike për shembull? Shiko, të bërit politik nuk ka të bëjë me shkollën. Shumica Po pse ishte një zgjidhje e tillë? Ndikon pikërisht në atë që thash edhe pak më parë, kauzat e drejta. Sot në Shqipërinë tonë ku jetojmë edhe në shoqërinë ku jetojmë, shumë njerëz kërkojnë të drejtën, shumë njerëz kërkojnë të vërtetën, shumë njerëz e kërkojnë me ngulm, edhe pse ajo ka munguar për 10 vite. Ti jesh dhe të angazhohesh në politik apo dëshira për të bërë politikan, nuk të pengon për të zhvilluar një pjesë tjetër të anës tënde profesionale, siç është ajo e të zgjedhit sistemit të drejtësisë. Bësh pjesë e sistemit të drejtësisë në vit parë tani më kuptoj që është më e vështirë se sa të bësh pjesë e politikës. Më kujtohet një batutë ku një politikan thoshte ta dija që ishte kaq i lehtë universiteti do kisha bërë gjimnaze. Pra, kjo është një shprehje në cilën sot në shoqërinë ku jetojmë, të qenit politikan duhet të kesh një background mbrapa dhe besoj se backgroundi më i mirë që ti duhet ndërtosh është që ti jesh i drejtë dhe të besosh tek drejtësia, të luftosh për drejtësinë, të studiosh drejtësinë dhe mbi të gjitha të kontribuosh në drejtësi për të drejtën dhe të vërtetën, është shumë herë më e rëndësishme, është shumë herë më e nevojshme për shoqërinë se sa ti jesh thjesht politikan apo orator. Sot politikanët në Shqipëri janë oratorë të mëdhenj. Janë edhe njerëz të cilët dinë të flasin bukur apo dinë ta bëjnë popullin për vete. Po mirë, sepse duhet të kesh edhe këtë gjendshmërinë populiste, por për ta rifokusuar edhe një herë. Për ta rifokusuar sepse zgjodha drejtësinë pikërisht që si një brez i ri gjeneratës Z, ashtu siç kemi ndikuar Gen Z, siç kemi ndikuar në shumë fusha të tjera, të kemi edhe një hapësirë në sistemin e drejtësisë. Sot në Shqipëri, sistemi i drejtësisë mbas reformës që ndodhi në asaj kohe, ka një nevojë shumë të madhe për një brez të ri. Dhe kur them për një brez të ri nuk kam fjalën për moshën, e kam fjalën për një brez të ri në mentalitet, në një mentalitet ku e drejta të mbizotëroj, zbatimi i ligjit dhe mbi të kemi shtetin e drejtës. Dhe shteti i drejtës të jetë në mënyrë funksionale të vërtet dhe jo në mënyrë funksionale teorike, por praktike. Po e drejt. Duke nisur edhe nga kjo, edhe për të rifokusuar edhe një herë, çfarë do t'ju propozoj ose pse duhet të votojnë pikërisht studentët Orestin? Për ta shpjeguar për të gjithë ju që po na ndiqni, Oresti kandidon si kandidat për antar të Këshillit Studentor vetëm për vitin e parë në programin e drejtësisë. Pra, edhe personat që të votbesojnë janë pikërisht kolegët e tu të këtij viti. Cila është arsyeja që ata duhet të votbesojnë për të marrë pikërisht të drejtën e përfaqësimit të tyre? Unë kam thënë në fjalimin tim të parë, në fakt, nuk ka përgjegjësi më të madhe, sepse është përgjegjësi vullnetare që ti e bën nga dëshira e brendshme, por nuk ka përgjegjësi më të madhe se sa përgjegjësia e votbesimit nga studentët.
sepse është kaq e rëndësishme që ti ta bësh zërin e tyre të dëgjueshëm, sa të vendos në një situatë të tillë që ti je i detyruar vazhdimisht për të fokusuar, për të biseduar me ta, për të bërë grupe në mënyrë që ti të informohesh në lidhje me nevojat e ndryshme që ata kanë, dhe cilat janë pyetja ime tjetër është cilat janë nevojat që ti shikon tek pikërisht kolegët e tu ose shokët që ti ke në këtë program. Shiko, të kandiduarit për këshillit studentor edhe vetë si në të ardhmen, nëse vot besohen, për me njëse vetë besimin shumë i lartë. Arsyeja pse kërkoj, mund ta them jo vot, se nuk më përshtatet ajo, po besimin, ta themi në thonjza, të studentëve, sepse sot dëgjojmë shumë çka në korridorët e universitetit, dëgjojmë shumë çka në seksionet apo në klasat apo në auditorët apo edhe nga pedagogët, por ajo çka nuk dëgjojmë edhe deri diku, jo se mungon, por duhet të ketë një stimulim shumë më të madh zërit të rinjve. Dhe e dëgjojmë shpesh herë zërit të rinjve këtu, zërit të rinjve atje, zërit të rinjve andej. Është bërë shumë si një teori. Dhe duke qenë se unë personalisht jam një njeri i cili i shkoj gjës deri në fund, këmbgul jashtë mase, nëse një student, qoftë dhe një student i vetëm, ka një nevojë apo një problematik, këmbgulja dhe bindja për të shkuar deri në fund të drejtës të studentit do të jetë jo vetëm maksimale, por derisa studenti të marrë atë që meriton. Duke qenë se edhe vetë jam student i drejtësisë, dhe duke besuar tek e drejta, çdo student, jo grupime, as klasa dhe as vit, por qoftë edhe një student i vetëm me një problematik, qoftë edhe më të vogël, i duhet shkuar deri në fund që zëri i tij të dëgjohet. Mendoj që çfarë është ndërprerësuar, mendoj që çfarë është e rëndësishme dhe mendoj që duhet që të dihet edhe nga të gjithë studentët që na njohin. Në universitetin tonë, në fakt, mua më pëlqen shumë kjo lloj praktike, dhe ta them sepse më kujton ndoshta pak veten se unë kisha një lloj revolte në fillim fare pa qenë pjesë e sistemit, për mënyrën se si gjërat ngeleshin teorike dhe pjesa e përfaqësimit të zërit të studentëve. Por në fakt, unë do kem kënaqësinë ta kem edhe të ftuar, ne kemi studentë të cilët janë pjesë e komisioneve. Unë kam qenë vetë pjesë e komisionit që ka hartuar rregullore, dhe ishte realisht ti ndjesha shumë i vlerësuar. Unë shkova për të përfaqësuar të gjithë studentët që më kanë vetbesuar, pra si presidente e këshillit studentor, por ishte realisht shumë e bukur të shikoja se si mendimet e tua si studente merreshin në konsiderat. Se si vlerësoheshin studentët patjetër për sa i takon të studentëve. Dhe unë mendoj që po, ka gjëra për të rregulluar, ama përfaqësimi dhe dëgjimi i zërit të studentëve nga institucioni është realisht për të vlerësuar. Ta them këtë, e di pse unë i falenderoj gjithmonë sepse kur vjen nga gjimnazi në universitet, e kupton se sa bën universiteti për ty. Qoftë dhe është, thash, nuk flas për teorinë, teoria është thjesht teori, por ta them si një person që ka parë praktikën. Është realisht për të vlerësuar fakti që ti ftohesh në komisione që kanë lidhje me vendimarrjen që ty të përket. Dhe mendoj që këto gjërat e vogla bëjnë ca diferenca për shumë persona. Unë kam lënë pas një trashëgimi për sa i përket pjesës së të qenit aktive, të angazhuarit, përfaqësimit, kam bërë detyrën sigurisht, dhe kam bërë me shumë kënaqësi, ama jam shumë e sigurt që ju do ta çoni në një tjetër nivel. Ti dhe një gjë për vetbesimin. Pse ke vetbesim që do të zgjedhin studentët? Mendoj që ke impaktin e duhur për të vetbesuar? Shiko, çdo student ka vlerë. Edhe çdo student ka ambicjet, ka ato pikat në të cilat ai mbahet, parimet, gjithë secili është i veçantë. Po duke qenë se angazhimi im edhe gjithë ajo çka bëj edhe e kam anën time personale, besoj se ndikon edhe në një farë mënyre në thonjza i imponohet në mendësi. Jo se dua unë, jo se jam unë ai që do t'ja imponoj, por vetë ajo çka unë bëj dhe ajo çka dua t'i jap në këshillin studentor, besoj dhe jam shumë i sigurt edhe në momentin që do të shpalos edhe disa pika të cilat do t'i përmbahem edhe do t'i premtoj jo, por do t'i plotësojmë gjatë rrugës, besoj se do të bindin studentët, sepse e gjithë ideja ime është të kap pikat nevralgjike, si thonë, të kap pikat kyçe,
pikat të cilat prekin çdo student edhe prekin çdo auditor, prekin çdo problematik, prekin qoftë edhe gjërat e mira. Pra, nuk po them se ka gjëra të këqija që nuk ecin mirë etj. Pa diskutim, ka mundësi për të bërë më mirë. A jemi mirë? Po, jemi shumë mirë. UAMD-ja realisht duke parë një këndvështrim tjetër, ka parë që ka goxha hapësirë për të rinj. Dhe një nga problemet ta marrim në thonjza është tek aktivitetet UAMD-s është interesi i studentëve. Ka shumë student të interesuar që janë viti 2, viti 3, viti 4, apo siç jeni dhe ju, viti 5 që tani më keni kuptuar në thelb se çfarë është universiteti. Viti i parë është pak më i tërhequr. Dhe duke qenë se viti i parë është pak më i tërhequr, jo shumë janë ambientuar me universitetin. Për shkak të tranzicionit nga gjimnazi. Nga është pjesë çështje tranzicioni, po nga gjimnazi nuk arrin të fokuson. Duhet diçka më atraktive, pra një jetë studentore pak më ndryshe. Cilat janë disa iniciativa ose ide konkrete që ti do t'i zhvillosh në këtë kuadër? Duke marrë shembull dhe nga universitetet cilat ne kemi parë që janë angazhimet, aktivitetet, qoftë ato lëndore, flasim në pjesën e eleksioneve, po në kuadër të zhvillimit në kuadër të zhvillimit mësimor etj. Janë edhe pastaj pjesa jetës studentore brenda kampusit studentore që është jeta aktive, por edhe angazhimi si thua në një farë mënyrë edhe argëtimin. Sepse studentët drejtësisë janë është fakulteti i cili duhet të mbartë seriozitetin me atë shkanashtën edhe kodi etikës etj. Por studentët janë pjesa më vitale e shoqërisë dhe duhet dalin pak nga konturet, duke qenë gjithmonë brenda kornizave. Të formalet. Të dalin pak nga formaliteti. Pra, e gjithë ideja është që ti je student, ti përmbahesh asaj çka kërkon. Por edhe të bësh shef. Por edhe të bësh. Në kuadër të qenit të ri. Pa diskutim, çdo i ri kërkon një after party, e kërkon një udhtim, një seminar jashtë. Pra, këto gjërat atraktive që e bëjnë studentin akoma më të lidhur me universitetin. Pra, nëse në gjimnaz ka pasur ekskursione çdo 3 muaj, ne nuk po themi se do të bëjmë ekskursione udhëtime për të kërcuar me këngëvalle, dhe të harrojmë pjesën po ekspedita akademike. Pa diskutim, ekspedita akademike të ndërlidhura me aktivitetet të cilat do të sjellin të rinjt më atraktive, më të interesuar. Pra mos jemi te pjesa formale që shkon sa. Ti propozon një ndryshim qasjeje. Ndaj aktiviteteve. Qasje ndaj aktiviteteve, sepse pjesa që në sallë, del dikush, mban fjalim, duart trokitet, dëgjohet, hiket, e këtu mbaron, ja. Shiko, duhet të marrësh parasysh edhe këtë gjë që universitetet të ndryshme kanë qasje të ndryshme, por edhe brenda universitetit, fakultetet të ndryshme kanë qasje të ndryshme, sepse ti the diçka, që studentët e drejtësisë kanë ndoshta edhe peshën e të qenit formal për shkak të vetë asaj çfarë ofron ky profesion të ardhmen. Pra ne kemi formalitetin, ndoshta për ne arturistët është pak më vrastar, ose mund të themi ne që kemi pak më shumë kreativitet në mënyrën si duam gjërat, është pak vrastare, por mendoj që ruajtja e formalitetit, për mendimin tim, është një gjë shumë e duhur, sepse pastaj mendoj që duke shtuar edhe këto grimca do e nxirrte nga konteksti i zhvillimin e ndoshta të konferencës, sepse ato janë formate të ndryshme, por besoj ti si student i vitit të parë do ndryshosh mendimin në vit të dytë. Jo, shiko, ndryshosh mendimin nuk është problem, se është qasje po vërtet. Është edhe progresivitet. Sepse ti shikon gjërat, futesh në brendësi të tyre dhe i ndryshon. Për shembull, tani kam një fakt interesant edhe një risi. Fakulteti i Shkencave Politike e Juridike do të mbajë për herë të parë konferencë studentore. Sepse deri më tani është zhvilluar konferencë studentore nga Fakulteti i Biznesit, që të gjithë studentët kanë qenë të ftuar të jenë të angazhuar dhe të marrin pjesë, por kjo është një risi për shembull që shtohet këtë vit Fakulteti i Shkencave Politike e Juridike dhe që unë të ftoj që të bësh pjesë. Okej, dhe tani për ta përmbyllur, ne kemi një traditë që e përfundojmë me një mesazh. Cili është mesazhi jot për gjithë studentët që po të dëgjojnë, por edhe për gjithë shikuesit? Mund ta thuash mesazhin si Oresti, kandidat për antar të Këshillit Studentor, ose mund ta thuash si Oresti që është një ri, është një aktivist dhe është një qytetar i qytetit Durrësit?
Diskutim. Mesazhi im është për gjithë studentët e UAMD-s të vitit parë për drejtësi, është sepse zëri jon, zëri i çdo studenti dhe zëri qoftë edhe një studenti të vetëm, apo dhe zëri kolektiv për problemet, dhe zëri i cili duhet të ketë fuqinë më të madhe brenda universitetit, duhet të ketë një përfaqësim. Dhe ky përfaqësim duhet vi pikërisht nga një zë këmbgulës, nga një zë i cili shkon deri në fund çdo interesi të çdo studenti dhe mbi gjithë ajo që na bashkon është që problemet nuk janë vetëm të njërit apo të tjetrit. Problemet janë gjitha tonat dhe hapësirat ku ne duhet bëjmë më mirë është që gjithë bashku t'i japim një shtysë që ato të shkojnë deri në fund. Dhe përfundimi të jetë gjithmonë në interes të studentëve dhe për studentët. Jeta akademike ka dhe jetën studentore. Dhe për te jetës akademike, ajo që ka unë duhet të japë më shumë zë është jeta studentore dhe zëri të rinjve mos të ngelet teori, por të jetë praktik dhe mbi të gjitha të zbatohet në çdo zyrë dhe në çdo vend ku zëri do të ketë hapësirën e tij. Përse unë të falenderoj shumë edhe të uroj shumë suksese me fitore, besoj. Faleminderit. Shpresoj që realisht ta fitor sepse e meriton për këmbguljen që ke dhe për të qenë një student aktiv megjithëse në vitin e parë. Të falenderoj shumë që ishe pjesë studentarëse dhe të pres edhe herë tjetër. Ju falenderoj dhe ju uroj suksese. Ndërkohë, duke nisur edhe nga ajo çfarë Oresti tha, edhe unë dua të jap mesazh të shkurtër. UAMD ka një moto shumë të bukur të saj, studentin në qendër. Studentin në qendër për të gjithë vendimarrjen, studentin në qendër sepse pa studentin nuk ka universitet, pa studentin nuk ka jetë akademike. Dhe nëse jeni një maturant, nëse jeni dikush që mendon se duhet të nisë studimet e tij, qoftë në bachelor apo master, UAMD-ja është zgjedhja e duhur për ju. E ndërkohë për të gjithë studentët që tashmë janë pjesë e kësaj familjeje të madhe akademike, ju ftoj që nëse keni interes të aplikoni për antar të këshillave studentore. Patjetër ju uroj shumë suksese, mund të gjeni gjithë informacionin e nevojshëm për të aplikuar në të gjitha faqet tona zyrtare dhe ndërkohë mund të kontaktoni edhe në faqen e Këshillit Studentor në Instagram apo Facebook ose në emailin ton zyrtar për të marrë informacionin e duhur. Nga unë Kamila Sedolli, mirupafshim dhe shihemi në episodin e radhës.